Non-paperi franco-gjerman është në fokus të samitit BE Ballkani Perëndimor që po mbahet në Tivat. Sipas këtij dokumenti, Komisioni Evropian duhet të përgatisë propozime për lehtësimin e integrimit gradual të vendeve kandidate në Bashkimin Evropian, përfshirë qasje të privilegjuar në tregun e përbashkët evropian në bazë të përparimit të tyre në negociatat e antarësimit dhe lidhje më të forta me institucionet evropiane. Në të theksohet se është e nevojshme vendosja e stimujve shtesë në procesin e bazuar në merita dhe thjeshtimi gradual i metodologjisë aktuale me qëllim që të mundësohet integrim më i shpejt dhe më i thellë mbi bazën e kritereve të Kopenhagës. Franca dhe Gjermania propozojnë një qasje të re të orientuar drejt procesit, me çka do të përshpejtohej hapja e të gjitha klastereve relevante negociues kur këtë ta propozoi Komisioni Evropian. Kryeministri Christian Mickoski zhvilloi takim me kancelarin gjerman Friedrich Merz, ku është biseduar për këtë dokument. Ова се моменти кога практично Европската унија, односно Европскиот совет јасно кажува дека процесот на проширување станува жив. Она што е наша задача како влада е да тој процес го зачуваме, да напредуваме, но истовремено достоинството да не го изгубиме како што тоа беше пример во минатите децени кога станува збор за нашите македонски аспирации за членство во рамките на Европската унија. Kryeministri i Bullgarisë Rumen Radev e përsëriti kërkesën për përfshirjen e bullgarëve në kushtetutë, si kusht kryesor për antarësimin e vendit në Union. Bulgaria is ready to help any country applying for membership, especially our brothers from North Macedonia. We have been waiting for them to fulfill finally the negotiation framework. All of us, we have consensus from July 2024, and we have been waiting for them to finally amend the constitution and to write Bulgarians in their constitution. It is very simple. They need to do just this step to open the door for the negotiation process. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama konsideron se antarësimi i plot e jo ndonjë formë pjesëmarrjeje është opsioni më i mirë dhe më korrekt për vendet e Ballkanit Perëndimor. Full member in terms of what you can take for Europe, but right away full member in terms of what you give to Europe. Otherwise, it's like telling the kids, until you grow up, you stay with the neighbors. And then a kid get to know Russian gangster, another kid get fascinated by Chinese dolls, and then when they grow, they are not ready anymore to come to the parents. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se zgjerimi bazohet në merita, por se procesi i zgjerimit duhet të bëhet më i shpejt dhe më kredibil. If the candidate country delivers on reform, it has to move forward in closing and opening chapters and clusters on its path forward towards the European Union. And the enlargement process has to be more visible. The candidate countries have to explain to their people the benefits of enlargement. Sipas paralajmërimeve, liderët e rajonit dhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, përveç tjerash, do të diskutojnë edhe për planin e rritjes, me çfarë rast pritet që BE-ja të konfirmojnë sërish mbështetjen e saj të plot për perspektivën evropiane të rajonit.